S'është preferencat e mia me pas ndaj lidhje me ndaj figurë publike, kështu që s'm ka ra. Zakonisht shumat e mdoja merren kështu bakshesh, a din që qesin shumë. Unë nuk ngjina shumë si këngëtar që marr shumë bakshesh. Kështu që s'm ka ra asnjëherë me marr ndaj fashume të madhe. Okej. Vazhdojmë me numra tjerë. Pyetja numër 4. A i deklaron bakshishet? Po që kemi deklaruar pak marrë falzova. Edhe që ato me t'i mara. A qka jeni jo që këna një ndarësa? I doj me njerës. Okej, vazhdojmë me numërin tjetër. Cila figurë publike të ka refuzu? Tash për muzike përmendëm, po atë ka refuzu naj figurë publike për ka jeta personale? Jo, s'është preferencat e mia me pas ndaj lidhje me ndaj figurë publike, kështu që s'm ka ra. Okej, vazhdojmë me numrin e fundit. Po më duke që kështë pyetja ma spajse, që s'po guzoj me ta bo. Shtu s'më do kanë edhe qash. Se vetë sa ma refuzove. Një date me Albi the Goat apo Edona James? O kri. Albi the Goat. Okej, edhe pëso shtyrë publike, një date e kështë po. Date, adin. Okej, për fund, kushtrim cilat janë planet e tua të afërtat në muzikë? Naj projekt, naj bashkëpunim? Gjithsesi, pjena të punu kështu si çdo herë, për ndryshe kena shumë kongë që nuk po dina a mi qitë krejt për me njëherë me bu një album, apo mi qitë një ka një ose diqka, për ndryshe që kjo nuk është koha ma e mire e publikimit kongëve, kështu që besoj që tu nëzhe koha dhe na kena me fillu me publiku kongë, kështu që nuk kam na i farë plane diqka shumë madhështor. Na kushtrim falenderojmë shumë që ke qenë pjesë e emisionit kjo emër, edhe të presim me shumë bashkëpunime, të presim edhe na herë tjetër këtë në studio me neve. Falenderit shumë. Me naj lajmë tjetër, nështë ta me naj unos tjetër. Gjithsesi. Mi heksu unoza. Keme marrë vesh besoj pejtë para.